Kemi nisur edhe për sot pazarin në Konat. Shef Tani përgatit sot fileto pule shnicel. Si do ja marrim sot filetot e pulës Shef Tanit? Fileto pule? Ja marrim normal. Jo, për prera të lutem gati. Unë lexoj edhe një herë për bërësit, edhe një herë. Për herë të parë në fakt se e lexova me mendjen time dhe pretendova se ja thash edhe juve. Fileto pule të cilën e kemi marrë, pana, prosciutto, djath kaçkavall, bez, vaj vegetal edhe konjak. Okej. Jemi këtu dhe kemi shumë kollaj që të shkojmë të marrim konjakun. Meqense jemi afër me sektorin e pijeve, atje ku marrim shpesh edhe verën e parë për të gatuar, po sot në fakt na duhet konjaku. Ja, kush konjaku? Ke vërej që gjatë kësaj jave kemi pasur disa receta që në përbërjen e tyre kishim konjak. Çfarë shije mund t'i japi konjaku? Zonjat që e kam provuar në shtëpitë e tyre, sigurisht që jep shije konjaku, ndoshta ku dijon, ndoshta bëj përdorur për ta shuajtur, më shumë shua me konjak. Si gjë ta shuash me verë, shua me konjak. Mirë, sa bëre kështu shumë frikshme këtë procedurë, nuk besoj se është ashtu. Edhe pse të pëlqen shumë për verë djath, tigani. Është vërtet po. Shkoj për të marrë tani prosciutton edhe djathin kaçkavall. Kjo është vodka që ka qenë me ofertë, kjo është deri në 24 me ofertë. Kjo është vodka me ofertë, po. Ti gjithmonë je shumë i vëmendshëm ndaj këtyre pijeve, edhe pse mua po vodka merr ta për zgjedhjes mund të pish vodka lemon, për shembull ke kështu lëng limoni aty Kona. Më pëlqejnë këto. Po merr atë vodkën, ke lëng limoni. Vodka me lështrydhe, me pjeshk, çfarë pas ka tjetër këtu. Këto që më duken si të ëmbla dhe që nuk kanë shumë alkool. Merr vodkën, merr dhe limonadën, Kona, që edhe kjo është shumë e mirë, kështu që jam në rregull. Edhe mund të bësh përzierje. Vodka lemon. Shkojmë tani marrim prosciutton edhe djathin kaçkavall. Po që ti merr djathin kaçkavall, unë po përzjedh prosciutton. Prosciutto pjekur Konat. Ja ku është këtu. Unë e kam përzjedhur shpejt e shpejt. Atë që na duhet për fileto pule shnicel. Nga këto për shembull. Ja çersi absolutisht dhe ajo shumë e mirë. Por unë zgjova këtë. Ti duhet ajo. Po ka problem fare. Mirë. Djathin kaçkavall të lutem të shoh pak të lexoj. Kaçkavall dele. Okej. Mirë. Vendos edhe këtë. Prosciutto. Pra, fileto pule kemi marrë, prosciutto, djath kaçkavall edhe konjak. Tani shkojmë për të marrë panat edhe vajin vegetal, sepse janë afër si produkte në vendodhje, përderisa unë kam mësuar përmendësh. Çfarë është ky djathi? Djath dele Toskana. Toskana, po. Çfarë shije ka ai që është si kap apo? Nuk e di, ndoshta është ai që është si pjekur në që kemi provuar në Shëngjin, kujtohet? Ai kishte i pjekur në pish. Me aron pishe, se besoj se nuk është e njëjti. Djathi që mosur, paska, ose djath gjerman, ose pikant provolone, ose jombël provolone, ose gorgonzola, kështu gjërash. Ose djathët bashkë shqiptar nga ky dele. Sa të thosha edhe unë. Ose mozzarella, nëse e përdorni, ju pëlqen edhe është bërë pjesë në fakt e sallatave të ndryshme edhe këtu në Shqipëri. Mirë, se kur po ikim kështu, duhet të kthehemi, të marrim vajin vegetal edhe panat. Do të marrim vajin, në fakt panat. Vaj kikiriku? Janë për vezëve, kështu që do shkojnë. Jo, vaj lule dielli. Vaj soje, po. Vaj soje. Vaj soje është i mirë, kanë thonë. Vaj lule dielli do marrim ne sot. Vaj soje është i mirë, shumë kanë thonë. Tani të gjitha janë të mira nëse ti përdor për recetat e duhura edhe në momentin e duhur, atëherë kur ke nevojë pikërisht për të marrë këto kalori që ka secili nga produktet. Dhe në Konat ka produkte cilësore fantastike me çmime ekonomike, duhet të nxitoni, të bëni pazarin njësoj si ne. Çfarë po shëtit ti? Jo, pash risotton që mund ta marrësh, mund ta bësh direkt edhe risotton e zjen edhe për njerëzit që puna ime që nuk kanë shumë kohë. Ose më saktë ti merr përsipër që të gatuash vendosësh për parcën, gënjeshtër më të madhe se kaq nuk do gjejmë. Shkojmë marrim panat edhe vezët. Është interesante që janë këto. Janë për fëmijët. Po ti s'ke fëmijë? Po mirë, s'është të thënë se duhet i konsumojmë vetëm fëmijët. Aha, okay, mirë. Jo na gjë thash. Po pëlqej shumë se. Tash mos më çem mbajtur gjë sekret. Sa herë? Tash mos çem mbajtur një sekret, nuk e di. Që janë këto produktet për fëmijë, gjithmonë janë të përshtatura figurat. Ja këto biskotat për shembull, sa të lezetshme që janë. Janë kështu në formën e putrës së maces së qenit, me fytyra të ndryshme. Që edhe të gënjen ndonjëherë kur nuk i pëlqejnë gjërat. Mi marrim panën. Ose janë problematik në të ushqyer. Marrin panën e kuzhinës, që është engas për të gatuar, njëkohësisht edhe vezët, sepse janë afër me njëra tjetrën.
përfitoj nga rastin që të them edhe një herë recetën për ditën e sotme, fileto pule, schnitzel. Përbërësit, konat, shumë mirë. Përbërësit janë fileto pule, pana, prosciutto, djath kaçkavall, vezë, që ti po i marr tani, vaj vegetal që ne kemi marrë, edhe konjak. Morëm të gjitha. Edhe vezët. S'kemi qenë shpejt me sot. Ne marrë të gjitha, je i sigurt? Bëm një apelin këtu, jemi që jemi, pastaj ndoshta na mbetet pa kohë për të parë. Fileto pule. Po, pana e kemi marrë tani, prosciutto e kam zgjedhur unë. Ishte djathi kaçkavall, të cilin e morëm, po. Vezë, vaj vegetal edhe konjak. Kemi të gjitha produktet, kombinimi të cilave do të na çojë tek receta e ditës së sotme që është fileto pule, schnitzel. Që jemi këtu, mund të jedhim një sy për shembull. Të gjëra për mëngjes. Po, për mëngjes. Musli të ndryshme, që mund të jenë drithërat këtu, që mund të përgatiten qoftë me qumësht, qoftë me kos. Me qumësht soja. Këshillueshme, po, me qumësht soja. Qumësht soja, kanë thënë për herë që është shumë i mirë. Ja mix drithëra shpjaçerse për shembull. Me lule shtrydhe, me manafera, me fruta. Ta me qumësht apo jo, ta janë kështu. Mund të konsumohen edhe kështu siç janë. Vendosim këtu. Mirë, shkojmë te kasa se. Edhe këto që nga shumë interesante. Këto përgatitin me qumësht, me sa po shohim. Po këto? Kikirik. Nga dietik. Se ku i gjen? Nga dietikët direkt e kikiriku. Po ja, të pyes unë ty një herë se si do të ishte për shembull një ditë plot me regjim ushqimor. Për mua. Po, sipas vakteve, mëngjesit. Po do filloja mëngjesin duke ngrënë një kokër vezë me një çik qumësht e një banane, duhet edhe një banane në mëngjes. Po tjetër? Kaq. Një çik prosciutto, po pjesë ka. Të lutem. Iku mëngjesi. Vezë mjafton të vezë banane dhe qumësht, kaq. Jo, tani të mëngjesin ti, po them sonde, kur thua se ti thua se duash. Do vinte para dreka, se ka thënë gjithmonë duhet para dreka. Po duhet jem 5 vakte, 2 të ndërmjetme. Një sanduiç duhet. Dreka. Për drekën, të lutem, mendon sheptani gjithmonë. Recetat e shëndetshme. Reali ndor sheptani, atë receta me mish me gjëra që bën ai parë që pëlqen mua. Po, tjetër? Pasditja? Pasditja, po, zemra e pasditës që është... Zemra e pasditës që është zemër ose pasdite që më të vakë? Zemër, pasditës, që si duash, shpjesë, çfarë duash quhet. Është ajo pjesa që është ushqimi që ndoshta i donë me patate dhe majonezë ishte shumë i mirë, ose i sufllaqe e hapur me mish patate dhe majonezë mund të ishte shumë i mirë me 3 pita mundësisht. Marote dhe kjo vitet darga në ora 11, për shkakun që mund të ikën në shtëpi dhe mund të haje çfarë të gjeje, për shkakun të haje gjellën që kishte nëpër drekë ose si do kishte kohë të shkojë në shtëpi të haje gjellën e sheptanit, ose nëse ajo si ishte mund të merrje ja 3 feta bukë ose 4 feta bukë teke me çfarë mund të teke, mund të haje me djathë me gjëra të natyrë. Kështu gjëra majonezë pak kështu. Unë jam larguar disa hapa sepse nuk e pretendoj që ky mund të jetë regjimi yt ushqimor. Aq më tepër që ne flasim në studio ka shumë me dietolog. Unë them që regjimi i shëndetshëm ushqimor sigurisht duhet të ushqim vakte të lehta. Pse më kushton që pesë vetë? Unë thash nuk. Unë thash do ngren peshë, fruta, një moll, një portokallë, fruta të stinës. Jo, po frutat janë. Mëngjesi. Ja ku kemi. Frutat janë kështu, domethënë, mas çdo gjëje do hash një produkt të fruta. Dhe pastaj janë mbërthira, okay. Nuk do të pyes më. Unë po them vetëm që në konat e janë bëni pazarin, po me kujdes, ushqeuni me mas edhe në mënyrë. Mbërthirat janë me rast të festash. Për shembull, mbërthirat ne mund të janë me rast të festash çdo ditë para se të lëm gjumë se është festë. Okej, vazhdo se më duket se ke pazar të gjatë për sot, apo vjen me mua, që të dërgojmë shef. Erdha. Shkojmë te kasa. Shëndetje, mirdita, si e? Faleminderit, mirupafshim. Ne po shkojmë te shefi që të dërgojmë produktet. Përshëndetje dashamirës të emisionit Dita ime, sot jemi duke u treguar recetën e radhës që do të jetë schnitzel pule e mbushur me prosciutto dhe e skuqur në tigan me një salcë shumë të shijshme me pana dhe limon. Atëherë fillojmë nga procedura. Hedhim në tigan vajin.
Marrim filetot e pulës. Dhe i shtrojmë në mënyrë të tillë. Marrim rarsen e mishit. Edhe i rajmë. Mbi to do të vendosim prosciutën. E vendosim në mënyrë të tillë. Dhe shtojmë kripën dhe piperin. Shtojmë edhe pak spinaq të freskët. Dhe në to shtojmë pak mustardë. Pra, i mbledhim rolet në mënyrë të tillë. Marrim stikadem. Dhe i mbledhim. E ndezim dhe zjarrin dhe marrim vezët dhe i rajmë në një pjatë. Okej. Tani mbasi kemi rarë vezët, shojmë mjellën, vezën dhe galetën dhe i kalojmë në mënyrë të tillë. I kalojmë në vezë dhe në galetë. Të njëjtën procedurë bëjmë me të gjitha. Pra, fileton e pulës mund ta bëjmë në shumë lloj mënyrash. Mund ta bëjmë të mbushur nga brenda, mund ta bëjmë në tip rolen, tip involtini dhe në shumë lloj mënyrash, ose edhe ashtu që është pet. Ne mund t'i japim një skuqje me vezë galet dhe t'jetë shumë e shijshme dhe shumë e mirë për t'u hapur oreksin fëmijëve tanë. I vendosim dhe i lëmë në një zjarr të avarshëm derisa këto të na bëhen.
Pra si që shikojmë, nga njëra anë, snicelit na janë skuqur, ne i kthejmë nga ana tjetër. Pra dhe i lëmë, po ashtu të na skuqen dhe nga ana tjetër. Njëkohësisht marrim edhe prosciuton që na ka ngelur. Do ta presim në fije të holla. Dhe do ta skuqim në një tigan tjetër. Me pak vaj. Mishtojmë prosciuton në vaj. Të marrë një skuqje të lehtë. Pra, mbasi prosciuta në skuqur, pak, atëherë ne shtojmë pak konjak. Dhe shuhem. I shtojmë pak lëng limoni. Shtojmë pak ujë te prosciuta. Dhe në të do shtojmë pak mustarda dhe pak pana. Pra, tani nxjerrim edhe snicelit, i vendosim në një pjatë. Mbasi i kemi kulluar mirë vajin. Dhe i lëm një minutë derisa ne të na bëhet salca. Pra, e trazojmë. Pra, salca ka filluar dhe pom pikse. Në të shtojmë piperin dhe kripën. Pra tham, hodhëm lëngun e limonit, hodhëm kripën, piperin, panën dhe prosciuton që ne skuqëm. Pra, mbasi kemi nxjerrë snicelit, kemi bërë gati dhe salcën, atëherë i vendosim për të shërbyer në një pjatë. I heqim stikadendët dhe e presim në mënyrë të tillë. Pra, dhe i hedhim nga lart salcën që ne kemi përgatitur. I hedhim dhe pak majdanos të grish. Pra, kjo ishte pjata që unë kisha përgatitur për ju sot. Procedura e kësaj ishte marrim filetët e pulës i rajm, i hedhim pak prosciut, pak spinaq, një fije mustarde brenda, i mbledhim dhe i bëjmë me vezë miell galet dhe i skuqim në një vaj të bollshëm në një temperaturë shumë të ulët. Dhe
Mbasi I kemi skuqur, përgatisim dhe salsa me pak proshut, pak lëng limoni dhe I shuajmë me konjak, jedhim dhe panën, dhe na ka dalë kjo pjatë mrekullueshme. Kështu që provojeni edhe ju në shtëpitë tuaja, do të ngeleni shumë të kënaqur. Nga unë Shef Tani, mirupafshim, shihemi në emisionin tjetër.